Në Shqipëri ka një çdo 3-4 vjet ndodh një gjë këtill. Po. E kemi cikle honore e çash. Si kampionati botror. Si kampionati botror. E kanë çdo 4-5 vjet dhe nga një firmë e re piramidale, një është kremi, pastaj është shampoja, pastaj është faqja e internetit, tani është kriptoja. Pastaj kur folëm për këtë gjë ne? Kur folëm që s'u mend këta? Kur? Ta kishin një vit e gjysë që po investonin aty. A kishin një vit e gjysë që po rripeshin? Në të vërtet skema, ata nuk blinin as kripto asnjë gjë, ajo thjesht është një që në gjuhën teknike quhet multi-level marketing, që parat e vërteta bëheshin sa vetë do sillesh te platforma, jo sa ke investuar te platforma. Sepse investimi vërtet ishte që unë do sjell 5 veta, do shtin nga 1.000 euro, dhe unë marrë nga 200 euro nga secili, pastaj këta 5 si solla unë, që ose e sjellin nga 1.000 euro, unë marrë nga 100 euro. Varianti shampove që thotë... Firmë piramidale. Multi-level marketing vetëm SBA është legale. Ju lumë këtyre, po shteti këtu, ku ishte shteti apo pak në gjuhë? Më faj, ku ishit juve? Ku ishit juve? Ç'bënit juve? Shiko, ata jo më kot kanë gjithë zona periferike, ku kjo lloj skeme faktikisht është jo, shteti nuk është kudo. Duhet të ta marrim edhe këtë pjesë. Se periferia s'ka shtet? Jo. Në konceptin e përgjithshëm të shtetit, shteti është kudo. Por në konceptin e sigurisë, sigurisht që fuqia e saj vepron më shumë në qendër, ndërsa në periferi është më e zbet. Dhe kjo përfitohet. Ju e keni parë, krimi është më i fortë në periferi, në zona periferike. Korrupsioni është akoma më dominant në zona periferike. Po jo, diskutojmë dhe ka diskutim. Edhe këtë lloj piramidash, edhe këtë lloj mashtrimesh funksionon më mirë në zona ku mundësia që njerëzit të reagojnë shpejt apo institucionet të veprojnë në mënyrë të menjëhershme është më e vogël. Dhe për këtë arsye mund të ketë shkuar edhe një vit, ashtu siç tha dhe Toni, po mund të ketë edhe më pak ndoshta. Megjithatë, është një lloj